E falenderoj kryetarin e Gjakovës, zotin Gjini, për pritjen. Sot ishim këtu së bashku me ekipin ton për të shprehur solidaritetin me gjithë qytetarët e Gjakovës, me komunën e Gjakovës, për shkak të dëmeve të krijuara nga treshurat e djeshme. Fatmirësisht ato pak a shumë janë ndalur dhe po shpresojmë që nuk do të ketë dëme të mëtejme, por dua t'i falenderoj të gjitha institucionet që janë angazhuar pa ndalë, nga kryetari i komunës dhe të gjitha institucionet lokale tek institucionet qendrore, agjencitë e emergjencave, organet e rendit dhe secilin qytetar që ka treguar solidaritet në mënyrë që kjo gjendje të tejkalohet më me lehtësi. Natyrisht që ka familje të prekura nga kjo situatë, vendbanimet të cilëve janë dëmtuar, do të punojmë bashkarisht që kjo të tejkalohet dhe të jemi pranë tyre në përballjen me këtë situatë. Kryetari Gjini na njoftoi për të gjitha masat që janë ndërmarrë, po ashtu për planet që do të hartohen në vazhdimsi sa i përket kalkulimit dhe kompenzimit dëmeve dhe po ashtu çështjeve të tjera. Do të jemi aty për të bashkëpunuar sepse çdo sfidë është e tejkalueshme atëherë kur punojmë bashkë. Faleminderit edhe një herë kryetari. Faleminderit presidente. Faleminderit edhe juve. Unë e falenderova presidenten për vizitën, është vizitë e rëndësishme. Kemi kalu një 2-3 ditë shkoqat zërshëm, po sot është e vërtet që niveli ujrave ka ra, edhe nuk po shihet që do të kemi rritje ose rritje të problemit në ditë që vijin, po duket që situata ka me qenë më mirë. Po kemi pas disa evakuime, i kemi vendos në objektet tona të banimit social, ka familjarë që i kanë marrë të afërmit e vetë në për shtëpitë e tyre. Jemi kujdes deri sot për ushqim, një pjesë edhe për veshmbathje. Jemi duke i sanu domet aty ku mujmë, me tu i pastru rrugët prej shembjeve ose prej vërshimeve ose prej mbeturinave fatkeqësisht që kanë sjellë dumet shumë, fatkeqësisht duhet me thonë, temë që duhet më marrë në vitet që vijnë. Ndërsa prej nesër në mëngjes e nisim procesin e verifikimit domeve, e vlerësimit, edhe atyre gjitha dokumentacionet përkatëse i përgatisin ashtu si që parasheh ligji. Edhe njëherë faleminderit juve, faleminderit presidentit, po besoj që më të keqen e kem kalu, duhet më kujdes për gjithë ata që janë në nevojë tash. Faleminderit shumë.